Horoskopi ditor e diel, 11 janar 2026. Dashi. Sot sjell një ndryshim dinamik në fokusin tuaj, duke ju shtyrë drejt ndërmarrjes së hapave të guximshëm në karrierën tuaj. Planetët rreshtohen për të përmirësuar cilësitë tuaja të leadershipit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të paraqitur ide të reja ose për të marrë përsipër projekte. Nivelet tuaja të besimit janë në rritje dhe kjo do të jetë e dukshme në bashkëveprimet tuaja, duke tërhequr admirim nga kolegët dhe prorët njësoj. Në çështjet personale, mund të dëshironi ta kanalizoni këtë energji drejt zgjidhjes së keqkuptimeve me të dashurit. Dëgjimi aktiv i shqetësimeve të tyre do të ndihmojë në thellimin e lidhjeve tuaja. Financiarisht, është koha të filloni të hartoni plane të forta për investimet e ardhshme, megjithse vendimet e nxituara duhet të shmangen. Konsideroni konsultimin me një ekspert financiar për udhëzime. Sa i përket shëndetit, energjia juaj është e fortë, por mos harroni të balanconi aktivitetin tuaj me pushimin për të ruajtur qëndrueshmërinë. Përfitoni nga mbrëmja për të çlodhur me aktivitete relaksuese që ushqejnë shpirtin tuaj. Përdoreni këtë ditë për të shkëlqyer. Demi. Kozmosi ju inkurajon të përqafoni ndryshimin sot, veçanërisht në jetën tuaj profesionale. Fleksibiliteti do të jetë çelësi juaj i suksesit ndërsa lindin mundësi të papritura. Energjia toksore e shenjës suaj përzihet mirë me këto ndikime transformuese, duke ju lejuar të mbështetni ide të reja në mënyrë efektive. Megjithatë, keni kujdes të mos i rezistoni ndryshimeve për shkak të kokëfortësisë. Hapja do të çojë në zhvillime premtuese. Në frontin personal, një bisedë me një të dashur mund të sqarojë çështje themelore, duke nxitur një marrëdhënie më të thellë dhe më harmonike. Financiarisht, shqyrtimi i kujdesshëm i qëllimeve afatgjata do të jetë i dobishëm. Besojini instinkteve tuaja, por kontrolloni 2 herë detajet në çdo dokumentacion financiar. Shëndeti juaj mbetet i qëndrueshëm, por përfshirja e praktikave të vetëdijes ose meditimi i thjesht mund të forcojë paqen tuaj të brendshme mes ngjeshurisë. Shijoni momente kënaqësie si një vakt i preferuar ose muzikë qetësuese në mbrëmje. Jini të duruar me veten dhe të tjerët. Qëndrueshmëria juaj do t'ju udhëheqë përmes tranzicioneve pa probleme. Binjakët. Rreshtimi planetar i sotëm rrit aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një ditë ideale për rrjedhim dhe ndarjen e ideve. Do të shihni që mendimet tuaja rrjedhin pa mundim dhe shprehjet tuaja krijuese po fitojnë më shumë vëmendje. Kjo do të jetë e dobishme si në mjediset profesionale, ashtu edhe në ndërveprimet personale. Përdoreni këtë moment për të paraqitur çdo propozim ose thjesht për t'u angazhuar në dialogje kuptimplote që mund të nxisin mundësi të ardhshme. Megjithatë, emocionalisht është thelbësore të ruani ekuilibrin ndërsa mendja juaj vërshon me mundësi. Frymëmarrja e thellë ose meditimet e shkurtra mund të ndihmojnë në ruajtjen e qartësisë mendore. Financiarisht, astrologjia e sotme sugjeron kujdes. Megjithse joshëse shmangni blerjet impulsive pasi ato mund ta tendosin buxhetin tuaj. Është një kohë e mirë për të rishikuar dhe përshtatur planin tuaj të kursimeve. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mbajtjen aktive përmes ushtrimeve të këndshme që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin tuaj. Konsideroni një aktivitet tërheqës në grup për të kënaqur anën tuaj sociale. Në përgjithësi, përqafojeni këtë ditë me kuriozitet të hapur dhe shikoni potenciale të reja të shpalosen. Gaforria. Kjo ditë ju fton të zhyteni në botën tuaj të brendshme emocionale me dhëmshuri. Lëvizjet qiellore nxjerrin në parë rëndësinë e vetëreflektimit dhe kujdesit edukues. Në punë, merrni në konsiderat të merrni kohë për të vlerësuar projektet dhe qëllimet tuaja aktuale. Mund të nevojiten rregullime për t'i parafruar ato me qëllimet afatgjata. Kolegët mund t'ju drejtohen për mbështetje, duke vlerësuar qasjen tuaj empatike ndaj zgjidhjes së problemeve. Në një nivel personal, ngrohtësia nga miqt ose familja do të jetë një burim ngushëllimi. Planifikoni një takim komod në mbrëmje për të ndarë të qeshura dhe kujtime. Financiarisht, është e dobishme të qëndroni me këmbë në tokë. Rishikoni vendimet e fundit financiare, ndoshta duke u konsultuar me një këshilltar të besuar për një pamje më të qartë të investimeve tuaja. Sa i përket shëndetit, ushqeni vete me vakte të shëndetshme dhe pushim të mjaftueshëm për të luftuar stresin. Shëtitjet në dritën e hënës ose rutina qetësuese mund ta qetësojnë shpirtin tuaj. Përqendrohuni në mirënjohje për atë që keni arritur dhe dashurinë që ju rrethon. Sot, përqafoni stabilitetin dhe rritjen personale. Luani. Yjet përforcojnë karizmën tuaj natyrore sot, duke paraqitur një mundësi të mrekullueshme për të magjepsur ata përreth jush. Qoftë në takime apo tubime shoqërore,
energjia juaj rrezatuese do të frymëzojë dhe do të lërë një përshtypje të qëndrueshme. Profesionalisht, merrni në konsiderat shfaqjen e arritjeve tuaja ose përballimin e sfidave drejt për drejt. Universi mbështet përpjekjet tuaja për njohje dhe sukses. Megjithatë, të qenit I vetëdijshëm për vetbesimin e tepërt do të sigurojë ndërveprimet e ekuilibruara. Në çështjet e zemrës, lejoni që ana juaj e gjallë të krijojë shkëmbime romantike ose kuptimplote me të dashurit. Financiarisht, është një kohë e përshtatshme për të rishikuar buxhetin tuaj, duke u siguruar që ai të përputhet me aspiratat e ardhshme. Kursimi I kujdesshëm mund të çojë në rezultate të dobishme. Sa I përket shëndetit, ju pret një ditë me energji të lartë, perfekte për stërvitje të gjalla ose angazhim në aventura në natyrë. Qëndroni të hidratuar dhe mos harroni të shtriheni për të ruajtur fleksibilitetin dhe energjinë. Përfundoni ditën duke u përfshirë në një aktivitet që ju sjell gëzim të pastër, duke përforcuar shpirtin tuaj krijues. Shkëlqeni fort. Virgjëresha. Sot ju inkurajoheni të përqendroheni në punën e orientuar drejt detajeve në të cilën shkëlqeni natyrshëm, pasi vibracionet toksore mbështesin detyrat analitike. Yjet rreshtohen për t'ju ndihmuar të përmirësoni proceset, qofshin ato në punë apo në përpjekjet personale. Efikasiteti juaj do të çojë në rezultate të prekshme, duke ju fituar vlerësim nga kolegët dhe prorët. Megjithatë, përpiquni të mos jeni tepër kritik, pasi jo të gjithë ndajnë natyrën tuaj të kujdesshme. Për marrëdhëniet personale, durimi është qelësi. Ofroni mirëkuptim në vend të gjykimit për të ruajtur harmoninë me të dashurit. Financiarisht, sot ofroni një mundësi të shkëlqyer për të vlerësuar portofolin tuaj të investimeve, ose për të filluar planifikimin e qëllimeve të ardhshme financiare. Kërkimet e kujdesshme do të sigurojnë vendime të shëndosha. Sa I përket shëndetit, përfshirja e një diete të ekuilibruar dhe praktikave të lehtësimit të stresit do të përmirësojnë mirëqenien tuaj të përgjithshme. Konsideroni të bëni një pushim në natyrë ose të praktikoni yoga për të rigjallëruar mendjen dhe trupin tuaj. Përqafojeni ditën me kujdes për veten dhe mirënjohje, duke u përqendruar në gëzime të vogla që sjellin kënaqësi të qëndrueshme. Peshorja. Energjia kozmike e sotme nxjerr në pas sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke e bërë atë një kohë ideale për të forcuar lidhjet me të dashurit ose kolegët. Ekuilibri dhe harmonia janë në anën tuaj, duke lejuar komunikim të qetë dhe zgjidhjen e keqkuptimeve të së kaluarës. Profesionalisht, projektet bashkëpunuese marrin një shtys ndërsa aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke I çuar ekipet drejt rezultateve të suksesshme. Megjithatë, shmangni pavendosmërinë. Besoni instinkteve tuaja dhe merrni vendime të forta kur është e nevojshme. Financiarisht, ndërsa analiza është e nevojshme, mendimi I tepërt për investimet mund të çojë në mundësi të humbura. Prandaj kërkoni këshilla nëse jeni të pasigurt. Shëndeti juaj përfiton nga ndërveprimet shoqërore. Merrni në konsiderat bashkimi me aktivitete në grup ose klasa që ju lidhin me individ me të njëjtat mendime. Marrja e kohës për vetë-reflektim do të ndihmojë gjithashtu në ruajtjen e paqes suaj të brendshme. Kreativiteti rrjedh më lirshëm në ndikimet e sotme. Prandaj kënaquni me ndjekje artistike ose relaksuese. Le të jetë kjo një ditë ku festoni lidhjet, duke përqafuar dashurinë dhe mbështetjen që ju rrethon. Akrepi. Energjitë e forta transformuese ju mbështesin sot, duke ju nxitur të përqafoni ndryshimin dhe rritjen në të gjitha fushat e jetës. Yjet inkurajojnë vetanalizën, duke e bërë atë një kohë ideale për të identifikuar modelet që nuk ju shërbejnë më dhe për të filluar transformime personale. Në karrierën tuaj, talentet e fshehura mund të dalin në pa në mënyrë të papritur. Shfrytëzimi I tyre mund të çojë në përparime të rëndësishme. Besojini instinkteve tuaja, por përballuni sfidave me strategji praktike për të siguruar suksesin. Në një nivel personal, transparenca emocionale me të dashurit mund të thellojë besimin dhe mirëkuptimin në marrëdhënie. Financiarisht, keni kujdes nga sipërmarrjes spekulative sot, pasi ato mund të mos japin kthimet e pritura. Përqendrohuni në vend të kësaj në forcimin e planeve tuaja ekzistuese financiare. Nga ana shëndetësore, aktivitetet që lejojnë relaksim të thellë dhe çlirim nga stresi do të jenë të dobishme. Konsideroni meditimin ose ushtrimet e frymëmarrjes për të mbajtur energjinë tuaj të ekuilibruar. Përdorni mbrëmjen për të çlodhur, ndoshta me një libër ose muzikë të mirë, për të rimbushur plotësisht shpirtin tuaj. Shigjetari. Pozicionet qiellore të sotme inkurajojnë aventurat dhe kërkimin e dijes. Hapja për të mësuar dhe përjetuar gjëra të reja do të jetë drita juaj udhërfyese, duke përmirësuar jetën tuaj personale dhe profesionale.
Në punë, marrja në konsiderat e trajnimeve të reja ose zhytja në projekte të pashkelura mund të sjellë shpërblime të papritura. Qëndrimi juaj entuziast ka të ngjarë të tërheqë aleat të rinj, duke ofruar mundësi bashkëpunimi për rritje të ndërsjellë. Megjithatë, në marrëdhëniet personale, shqetësimi juaj duhet të zbutet duke i kushtuar vëmendje nevojave të atyre që janë më afër jush për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, yjet sugjerojnë një qasje të kujdesshme. Peshimi i rreziqeve përpara se të angazhoheni në ndonjë sipërmarrje të re siguron siguri. Në frontin e shëndetit, aktivitetet fizike që sjellin gëzim dhe stimulojnë mendjen, të tilla si vallëzimi ose ecja në natyrë, do t'i përshtaten niveleve tuaja aktuale të energjisë. Mos harroni të përfshini periudha pushimi për të ruajtur entuziazmin tuaj për jetën. Le të jetë kjo ditë një trampolin për ambicjet e ardhshme, duke u endur në momente gëzimi dhe të mësuari. Britsjapi. Sot paraqet një mundësi të fuqishme për të pohuar aftësitë tuaja në mjediset profesionale. Etika e punës së zellshme që karakterizon shenjën tuaj është më theksuar tani, perfekte për të përballur me detyra që kërkojnë disiplinë dhe vendosmëri. Kozmosi favorizon aftësitë tuaja të planifikimit strategjik, duke ndihmuar në përcaktimin e qëllimeve afatgjata me qartësi. Jini të hapur ndaj reagimeve, mund të ofrojnë perspektiva të vlefshme që përmirësojnë planet tuaja. Në çështjet personale, prania juaj e bazuar siguron stabilitet për të dashurit. Megjithatë, balancimi i punës me kohën personale është thelbësor për ruajtjen e harmonisë. Financiarisht, merrni në konsiderat rafinimin e buxhetit tuaj aktual dhe eksplorimin e rrugëve të reja të kursimit për të siguruar të ardhmen tuaj. Investimet në vetërritjen ose arsimimin mund të sjellin shpërblime të konsiderueshme. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të rregullt ushtrimesh dhe të ushqyerit mbështet ambicjet tuaja. Angazhohuni në aktivitete të kohës së lirë që rifreskojnë shpirtin tuaj, si kopshtaria ose punimet artizanale. Përqafoni mundësitë e ditës për të kultivuar pikat tuaja të forta dhe për të përforcuar themelet e aspiratave tuaja. Ujori. Energjia kozmike e sotme amplifikon shpirtin tuaj inovativ, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të menduar dhe për të hartuar ide inovative. Perspektiva juaj unike vlerësohet shumë, veçanërisht në mjediset në grup ku kontributi juaj mund të çojë përpara projektet. Besojini intuitës suaj, por sigurohuni që po merrni në konsiderat zbatimet praktike të koncepteve tuaja për rezultate të prekshme. Në marrëdhëniet personale, të qenit i hapur ndaj cenueshmërisë emocionale mund të forcojë lidhjet. Prandaj ndani mendimet dhe ëndrat tuaja me ata që u besoni. Financiarisht, është një ditë për të rivlerësuar qëllimet tuaja. Përqendrohuni në krijimin e një ekuilibri midis kënaqësive afatshkurtra dhe ambicjeve afatgjata. Shmangni shpenzimet impulsive, duke zgjedhur në vend të kësaj strategji që sigurojnë shëndetin tuaj financiar. Sa i përket shëndetit, kanalizimi i energjisë nervore përmes rrugëve krijuese si arti ose terapia me zë do të ndihmojnë në ruajtjen e vitalitetit tuaj. Lejoni që inovacioni juaj të shtrihet në praktikat tuaja të mirëqenies, duke provuar rutina të reja që rigjallërojnë. Festoni individualitetin tuaj, duke e shfrytëzuar atë për të frymëzuar dhe ngritur moralin tek ata përreth jush. Peshqit, lëvizjet planetare të sotme ju ftojnë të eksploroni thellësitë tuaja intuitive dhe të përqafoni kreativitetin. Kjo ndjeshmëri e shtuar lejon një kuptim të thellë, i dobishëm si në përpjekjet artistike, ashtu edhe në lidhjet personale. Kanalizoni këto energji në projekte që kërkojnë imagjinat ose përqendrohuni në komunikimin e dhëmshur me ata që ju interesojnë. Profesionalisht, njohuritë tuaja mund të frymëzojnë të tjerët, duke e bërë këtë një moment të përshtatshëm për seanca bashkëpunuese të shkëmbimit të ideve. Të qenit i vetëdijshëm për kufijt do të parandalojnë mbi ngarkesën emocionale. Financiarisht, ndërsa ëndrat e prosperitetit janë frymëzuese, praktikaliteti është thelbësor. Kërkoni këshilla para se të bëni investime për të siguruar stabilitet. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi aktiviteteve që ofrojnë relaksim dhe harmoni shpirtërore, të tilla si yoga ose shëtitjet në natyrë, për të rivendosur ekuilibrin. Lejoni vetes hapësirë për të medituar dhe ndëruar me sy hapur, duke ushqyer botën tuaj të brendshme. Energjitë e sotme inkurajojnë vetëshprehjen përmes mediumeve që rezonojnë me shpirtin tuaj, duke ju kujtuar të vlerësoni ekuilibrin delikat midis ëndrave dhe realitetit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.